në këtë pjesë, dhe me thënë këto që janë grupimet e zanorëve në gjuhën gjermane dhe natyrisht nuk lexohen si që shkruhen, ndryshe njihen si diftongje. Kemi thënë që e dhe u vazhdimisht lexohet si oj, për shembull tek fjala Freund, pra e dhe u lexohet si oj ose oi, apo tek heute, sot, ose tek fjala Europa, Europa, apo Evropa. Do me thënë, grupimet e zanorëve ose diftongjet nuk lexohen ashtu si shkruan, nuk kemi përmendur këtë. Ose ta zëm kemi dhe një gjë tjetër këtu, pra e kemi e dhe i, si grupimi zanorëve. Pra, kur e kemi e dhe i, çdo herë kemi thënë e shqiptojmë si ai ose aj. Ta zëm në vend që të themi mein ose klein, ne themi mein dhe klein. Natyrisht ka dhe shumë fjalë të tjera në të cilat ndodhet kjo gjë.